Pyetje që unë përbësej këtë nanat janë shumë kurioztare, sidomos nanat Leona, nanat gjithonse, që kanë atë përshtypjen, ha buk shumë se duhet me tarë qumshti, dush me hangër ëmbël për me pas qumsht më shumë, dush me hangër, ku ta diun, i ndyrna, mish, këto për me ardhë ma cilësor, e shumë gjona tilla që i ndëgjojmë çdo ditë, edhe prej atyne që janë ma të moshuar në familje, po edhe prej kretëve njerëzve që na rrethojnë. Sa qëndron Kelin, ti si nanë gjithonse, çfarë ushqimi praktikon? Krejt ka i duhet një nane gjithonse është mjevitu, mos mi hongër disa ushqime që i bojnë spazma ose gërqe bebes. As një sen ekstra nuk ka nevojë me hongër as për veti, as për beben. Krejt ka i duhet është me marë vlerat ushqyse se normal këtë rasti duhet me marë sa ma shumë vlera ushqyse, se kara imuniteti, ke përjetu një lindje që plus ke qenë shtatë zombi, bati ka marë, po më dhe ato vitaminat, mineralet, ato që ka ju kanë dasht, krejt që ka i duhet është me marë, me pas energjit, mjaftushme me marë protein, mjaftushme me marë fruta, perime, vakte të regullta dhe sasin qyshe kjo nga deri tash. Ekstra për gjithonje preferohet uji, edhe nuk preferohet mu bo stres, sepse kjo gjendja e stresit në raport sidomos me ushqimin, se mendoj që stresi ma i madhi një nane gjithonse është ushqimi. Ushqimi i vetës, për shembull, e bën stres e dush me hongër ma shumë, dush me hongër e tash mu me ik gjinin e SSH, kjo është gabim. Thjesht çaj stres që ti e bën për shkak që në raport me ushqimin, ka me ta nalë gjithonjen, se dim që kjo funksionon në bazë hormonale, jo në bazë të asojna se qka e hajmë. I vetë sen që e kom shtu në rutinën teme, e kom shtu prej mujtë 7, është një smoothie që e kom bua edhe të familja jonë, e kom bua edhe në rrjetet mija sociale, që ka qenë smoothie super energjik, për shumë energji ka pas, për më dhëmë produkte që na jepin shumë energji, për shumë ka pasur me gjatë kikirikit, farat ndryshme, për me mdimu unë me marë energji, edhe normal që këtu krejt kanë pas yndyrna shëndetshme, kanë pas proteinat e dura, edhe këtu më kanë ndimu që unë me pas energji edhe normal më ka stimulu mjaftushëm qumshti gjini, këtë smoothie vazhdoj me përdor prap,